lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është ndër më të shenjta që kemi. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jote në parlament do të jetë e njëjtën si ka qenë deri më parë. Një vend nuk shkruan që në formën se si fillohet votimi brenda seancës konstituive, ashtu duhet mbaroj, vetëm thotë se në seancën konstituive mund të votohet me votim të fshehtë apo të hapur. Ne kemi propozu që të bëhet votimi i fshehtë, për shkak që ka pas deputet edhe të subjekte të tjera politike që kanë shpreh interesim për me hecë tutje edhe me konstituu kuvendin. Kanë deklaruar që të fshehurët do ta votojnë? Por në? Kanë deklaruar deputet të partive tjera që në formë të fshehur do ta votonin? E ka thonë mes neve. Ata kanë deklaruar publikisht apo çështje tjetër mas andej. Ato janë çështje mas andej, çështje të Zonja Bukujevci, cila është ideja të vihet në kuvend? Vetëm njëri vetëm me radhë, nëse nuk mund të dalë nga kjo situatë. Nuk ka vullnet. Tjetra, pyetja ndoshta duhet të bëhet edhe për opozitën. Për çka është opozita? Pse janë zgjedhur prej popullit? Ky është rezultati të cilin e ka dhënë verdikti i popullit. Edhe ata janë votu, edhe ata kanë përgjegjësi dhe obligime ndaj kuvendit edhe Republikës së Kosovës. Nuk mundet të thotë jo vetëm ju e keni përgjegjësinë, jo, kjo është përgjegjësi e përbashkët. Kur vjen te çështja e votimit të qeverisë, atëherë është muhabet tjetër. Zonja Bukujevci, për fund se deshta më të pyet, ka pas kohëve të fundit shumë takime edhe ndaj jush për fotën e Ivica Dačićit kur e keni bërë prezantimin në Serbi. Cili është qëndrimi juaj në fakt? Këto i vetë është ndaj viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Edhe është e tërpshme, është e rëndë, edhe ky është dëmi më i madh që i bëhet vendit edhe të kalumës tonë edhe luftës tonë. Unë në asnjë moment nuk e kam përmend luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është ndër më të shenjta që kemi. Edhe kur individ mas andej dojnë me culmu pse ti ke guxim të mendosh ndryshe, edhe ti përket një subjekti tjetër politik, atëherë i bëjnë sulme të ulta të tilla, por edhe dëmtojnë edhe luftën e UÇK-s edhe viktimat civile të tjera. ashtu siç keni thënë se jeni dakorduar në një takim. Unë besoj që ka ndodhur diçka diare përveç se ta shpresoj. Tash 26 herë është propozimi duke u votuar, kështu që A ka rënë poshtë kjo marrëveshje juaj në këtë rast? ajo që unë mund të them është si do që tjetë. Vendi do të më posë shumë i fare më parë. Nisma ka prunis një, si më thani mundësi, që ne besoj me qatë përgjeshme, për faktin që vendi duhet me pasë institucione pavarësisht si e qyshme, pavarësisht fa shumë nisën të duhet. Partitë politike në fund ditës se si dhe e përgjësinë e vetë, edhe pozicionimin e vetë. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevoja, e pasjes e institucione, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, në ato mundësi që kemi dhe votën që e kemi dashur që kemi të përgjeshëm para votuesve edhe të ministrit, po dhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhënë një mundësi. Të tjera, si cili me përgjithësinë e vetë. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt të ketë institucione. A keni me votuar sot zoti Limaj? A mendoni që ka ende kohë që ajo marrëveshja gentlemanit që keni Sigurisht po, gjithmonë do të krijohet si më thon shumicë parlamentare. A mund të llogaritet në 3 votat e nismës pa ju bërë juve krye parlamentar? Përkushtimi i gjithë unë besoj që është për të bërë institucionet, për të realizuar ky përkushtim natyrisht duhet shumicë. A keni me votuar sot zoti Limaj? Dhe po, shpresoj që po, që do të ndërtohet shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jote në parlament do të jetë e njëjtën si ka qenë deri më parë. A llogaritet në 3 votat e nismës pa ju bërë krye parlamentar?